vendimit për miratimin e buxhetit problematik në aspektin ligjor, dërgimit të tij në kuvend, rritjes së pensioneve, të shtesave, premtimit për pagën e 13 për shërbyesit publik, do thotë të inkorporuar në kuadër të projekt buxhetit të vitit 2026, është tashmë kurtit vetëm edhe një qëllim politik i ka mbetur që të blej kohë sa më shumë në mënyrë që të përputhet maksimalisht, jo minimalisht, po përduhet maksimalisht që të përputhet, do thotë data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme me atë të prezencës më të madhe të bashkëdhëtarëve tonë që kthehen për festat e fundvitit. Ajo është një atmosferë festive, do thotë sipas analistëve, sepse vetë nuk pata mundësi ta bëj kalkulimin shpesh, sipas analistëve që merren me monitorimin e proceseve juridike e politike, data ideale për zgjedhjen, nëse dështon, do thotë e që sipas gjitha agjensave do dështon edhe nominimi i dytë, do t'i bie dikon ka 28 dhjetori, që jemi në mes të krishtlindjeve dhe në mes të vitit. Kjo është data, po. Do thotë me 28 dhjetor jemi në një atmosferë festive, kësaj atmosfere festive do t'i shtohet edhe dalldia elektorale dhe që Kosova do ta përmbyll këtë vit të humbur, siç e tha edhe ambasadori, e kemi thënë edhe ne, po siç e tha edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë me rastin e dorëzimit të raportit progresit, që ky ishte një vit i humbur për Kosovën në shumë shka, u dëshmua edhe që raporti i progresit këtë vit ishte shumë negativ se sa vitet e kaluara, por kjo është tash temë tjetër që ja vlen të mbasi një emisioni veçantë bëhet për sfidat ku ka ngecur sektor për sektor Kosova. Ndërkohë ajo që është interesante është që ka të bëjë me kontradiktat me cilët lëvizja vetëvendosje po operon në këtë rast, nga se në njërin anë ajo është e bindur që është brenda normave ligjore me miratimin e buxhetit në qeveri dhe dërgimin në kuvend, do ajo tash e konsideron punë të kryer, kurse në anën tjetër bën thirrje që të votohet një qeveri tjetër e cila do të ishte legjitime për ta miratuar buxhetin. Tash, nëse kjo është, a kupton ku është kontradikta? Albin Kurti dhe Kurran Murati kanë miratuar buxhetin e vitit 2026. Ja u kanë dërguar deputetëve në kuvendin e Kosovës, ja u kanë lënë përgjegjësi deputetëve të kuvendit dhe komisioneve përkatëse parlamentare për ta shqyrtuar. Atëherë pse ka tash nevojë të votohet një qeveri legjitime për ta riadresuar buxhetin. Pra thotë kjo tregon që në esencë kontradiktin e tyne dhe bindjen e tyne të thellë që edhe ata janë të vetëdijshëm që janë duke bërë shkelje ligjore me këtë mënyrë se si e kanë proceduar projekt buxhetin. Mirë po që kjo është bërë me agjend puro elektorale në mënyrë që para opinionit publik të tentojnë që të shfaqen si një subjekt racional politik, që shqetësim kryesore kanë mos kollapsimin financiar të shtetit, por që në këtë rast janë të bllokuar nga subjektet opozitare dhe që po ofrojnë, siç e përmendën në fillim, një kompromis të madh politik nga pikpamja e vetëvendosjes. Kështu interpretohet